Jemi në oborin e familjes Muka në lagjen Garuc të qytetit të Shkodrës. Ky ambient është i lullëzuar thujse në çdo stin të vitit dhe kjo fal pasionit e mjeshtrisë të zotnia Adnan Mukës, që është edhe personazhi i këtij episodi të podcastit Gjurmë Zërash. Pavarësisht moshës, në maj të këtij viti 2024 ka mbushur 89 vjeç, Adnan Muka mbetet i përkushtuar për lullëzimin jo vetëm të oborit të banesës së tij, por edhe të ambienteve publike të qytetit, si dhe për dokumentimin e historisë veçanërisht të jetës së veprës së babait të tij, të ndjerit Shefqet Muka, një nga personalitetet në fushën e arsimit të Shkodrës në periudhën e gjysmës së parë të shekullit 20, i njohur gjithashtu edhe për veprimtarinë e tij atletare. Zotni Adnan, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë. Faleminderit. Mirë se vini në Gjurmë Zërash. Urdhën. Ajo shprehja e njohur, puna e mban njeriu, është shumë e konkretizuar te kjo. Po afroheni të 19-tave dhe nuk e rreshni punën. Çfarë ju motivon që të vazhdoni të jeni i përkushtuar e angazhuar për punë fizike memore? Ajo shprehje e artë e trashëguar, po të shtojmë kësaj edhe një shprehje tjetër, pak e përdorur, por sidomos e përcaktuar nga njerëzit e shkencës, po thuj, kush merret me rritjen dhe me mirëmbajtjen e luleve, i zgjatet jeta. Edhe mu duket kanë influencuar këto punë që më zgjat jeta dhe jam po thuj se i aftë për punë. Megjithëse ka ra. Unë qysh në vogli, në moshën 10 vjeçare, familjarë që na kanë të internu në Berat dhe një fëmijëve na përjashtuan për shkollet me urdhën të Ministrisë Arsimit. Dhe unë kam qezdisë, kam kanë fëmijë shnosht, e ti me e përftëru edhe në këtë moment Beratin të nafushet. Por në të raste nuk e di as vetë që ku hasa e një gjova një stroftë, një poezije. Aja thote, bletë punëtore, ku po shkon, por sak dhe agon, asë me thua që të di, që të bëj dhe unë që ti. Munjit, edhe si nusk, ose si dangesh, sa më pume, edhe trashëgoj edhe për para është dëshimin e madhe për punë. Kanë fshuvëna për njerëz punëtor. Edhe baba jashtëzakonisht i gjallë. Ka punu jashtëzakonisht shumë. Dhe që në fëmini na ka eduku për dashnin e punës. Puna, thote, është pyjnore. Ajo është burim gëzimje, kënaqësie, edhe kush e kryen me njerë, e meriton mu qujt njeri. Dhe mu më ka motivu që në atë kohë. Dhe si është angazhimi ju i ditor? Konkretisht, çfarë angazhimi keni për mirëmbajtjen e këtij obori, të lullëzuar, gjelbrum, po siç e tham, jo vetëm të këtij obori? Gjë, ajo si mas kohës, me gjithë unë kam kryu dhe një serë që në kohën me Lakshtin edhe ndimin streho me vërën bashkë me lullit, në vërësi të stinës, është të dita punë që emja. Kur është verë që vëmë shumë heret, punoj në nadje 2 orë, zakonisht. Është dreke në vërësi të kohës edhe stinës, për qëri 2-3 orë, ndoshta edhe 4 orë, bile në i rast. Ajo bashkëshortja më bënëso për e naltët, a kemë me ardhë me hangër bukë, se unë habitim me lule. Mu marrë me lule, unë e kam pas privilegj, unë jam dedikuar me përkushtim, thush, mas vitit 2000. Mas i kam dalë
në pension. Unë e di që ky pasioni juaj për lulet ka nisë që në fëmini, shumë herët. Kjo pjesë ku jena është pjesa e mrapme e shtëpisë sonë. Përpara është oborri. Oborri ka pas edhe kopshtar. E që në fëmini, ma i mend se ati rriteshin lule, edhe kishte edhe dru dekorativ me lule, që i qëndron të lulja, edhe ishte në formë vile. Edhe, qik me i, unë jam, edhe vazhdoj me kënë, kurreshtarë, vërituesi matë, kështu. Por, që ta mos, në vitin 1965, që ishte viti kur baba jem të toleronte mas 20 viteve nga burgu i Borrelli, dhe do të të shpi. E parashikoshim që Shefqet Munka ka qenë i burgosur politik në atë periudhë. E parashikoshim se do të kishim vizita, dhe unë morëm me lulëzimin e tij edhe molla dhe tranafile. Këtu më heni kremi, edhe më shoqënoi dhe gjatë tonë jetës me intervale kështu, por dashnin për lule e kam rranjos në vitin 1965. Çfarë njësiet ju krijon për kushtimi dhe kujdesin ndaj luleve? A është bën një pjesë e pandare e jetës tuaje? Që të mos me dalë në pension, unë e programova jetën, edhe unë nuk doshe me qenë njeri i ploshk. Mendojshë që me edhe nëse kam vështirësi ekonomike, mu marrë edhe me lule dhe me tregti. Por, shqyqër Zotit, nuk që nevoja për atë punë, dhe unë gjithë si të thush i pa njëshëm. Gërmulla lule të dhe u ba një kohës për tani ki vogël, ku unë kam vezjetu edhe unë bashkë me lullet, kam jetu, po, jo vetëm që është veni qetë, jo vetëm që ka oksigen të bollshëm për gjelbrimit, po ka tjefknasi kur shef të qilë tranafilin, kur shef e i në hatë ato lullet me erë që janë disa këto në oborën tem, dhe të knaqet që një të pushon me dhe. Unë kam gjetë vetin të, jam i knaqën që kam. I falenderit për këtë punë, para arsëve të mi që në qajet tyne, unë gëzoj këtë obor rrëth 300 metër katror. Sa lloj lulesh ka në këtë obor? Kujtoj, një herë më patë arti, një studente e universitetit, ajo po punonte për me mproj titullin master, edhe temen e kishte për lullet e Shkodrës. Vjene më thëtë, a mund është me ju? Si, në drejtim. Kam një pëtësor, tha, plëtsoj e pëtësorin, që ka inventarin e lulleve, edhe përgjigju aty në pyetje që ka pëtësori, edhe mu mjaftan kja punë. Pëtësori kishte dhe reshta, ma i menë që më rote me 30. Këtë lullet nuk ishin 30, ma ishin 50 lojet, sepse individ veçan kishte edhe shumë më tepër. Që sa lojë, që më rëndë lojit, bje fjallet drëndafili, kanë qenë ngjyrat në rëshme, janë pas ta froterit të i qina. Po unë kam arë të i seleksionu që fillimisht nuk dishte që janë, edhe të i ble, ose të shartu, kishin edhe në rëshime, edhe erdha të i seleksionu edhe të shti. Në borin tem, ka i 120 rajnë drëndafili, përveç të tjerave që A bëjnë pjesë të gjitha ato lullet karakteristike të Shkodrës? janë disa. I kohë u pata marrë me mbledha dhe ato. Mirë po, ata kanë nevoj për shërbimet na, ata kanë kënë, si të thush,
zanadi i grave të Shkodrës. Ata i kanë rritë bukur, unë pile kam pas përshkru këtë pjesë të jetës të grave, një komtes që ka majtë në Universitetin e Shkodrës, Shkodra dhe Lullet, edhe ju kalzove, i kanë rritë ndër përvazat dritarësh, në ana shkallës, veç kanë rritë Lullet, sepse lulja jo vetëm që është e bukur, e t'jep nësi, por edhe kush të vjen knaqet, është pjesa e pare me këpritjes. Nuk gjenë, edhe të detyron me majtë rregull dhe pastërti. Lullet e Shkodrës donë për kujdeset madhe, edhe kryesisht janë 1 vjeçare, kërkojnë punë intensive për me majtë, edhe kanë disa lulle, unë dhe fjalla mund të nëmërë këtu në shpinë teme, 7 drallafile, po thuj të gjitha me erë të Shkodrës. Karakteristikë pozitive prapë e tyne, është se kanë pak ferra, ose ka individ që s'kanë ferra as pak. Dhe unë thamë se kjo është merit atyne që kanë rëtu jashtë, e i kanë gjetë o tregtar, o njerëz që kanë studiu jashtë, ose ato që kanë rëtu me barkë, edhe i kanë qelë në Shqipëni. E duhet me ju falë nërës edhe atyne. Mirë po, këto po thuj se po zhduken. Edhe për mua është gjëna me lanë, me i këtë rëtë. Ju krijoni edhe vetë hibridet e reja, me sa di, dhe shartoni lule veçanërisht dranofilet. Ja, unë nuk i kryej. Larmia e dranofileve që është këtu, e tërhek bletin. Bleta është një insekt i pekum, bashkë me delin edhe kërmin e mlashit. Dhe aja, si që ka në atërën e punë saj, që ditë lule. Dhe aja banë kryzgjimin e luleve. Dhe unë që kam bërë, me qenë se gjatë periudhë të parë, u mora shumë me kultivimin e violeve, dhe nga 4 viole që e fillova, mërita me pas këtu në borën tim, deri në 70 gjyra violesh ndryshme. Edhe ajo falë punës që insekteve dhe të blecë. Kjo më bani kurios mu, thamë, për bleta, po bleta është edhe ndranofile. Atëherë, mora boqen, atë fartë e ndranofileve, dhe i molla, dhe me koreshje, ne ato i veshtru. Mas 2-3 muaj që bima mbinte, ajo ishte diplom për mi tokë, dhe nëzirë të lulese, dhe unë ullëshe në gjuj, e i mërëshe eri, ka era, s'ka erë, dhe vështëroshe petalet. Kanë dhe i nërshim nga këta që kanë tu? Po, ka nërshim. E kapëshe, e veshoshe. Pështu kryohë disa individ që me të thonë të drejten, me zi shpërshë, mu që nade, me pa ka qitë në një. Aja po në ka majtë, pa thuj se gjallar, koreshje. Jo vetëm veksushme, por me detyru, me unë punu për punë. Ju përveç se lullëzimit të oborrit tuaj, jo vetëm të oborrit tuaj, po edhe të afërmve, miqve, kush ju kërkon asistencë për këtë punë, jeni i gatshëm, po keni kontribuar në lullëzimin e disa ambienteve publike në qytetin e Shkodrës. Kam parasysh oazin e tranofilave, tek lulishta e Shatërvanit, apo të lulishta të teatri Migjeni dhe në disa institucione dhe ambientet të tjera publike. Që herët e kam fillu me dhuru lule, por ajo që e ka impenju ma tepër ka qenë në vitin 2012, kur ishte 100 vjetore i pavarësisë. Unë qysh në fillim të vitit u mora me mbledhjen e farëve
për violet që ishin kuqezi. Dhe tamam në qytetet në norin e 2012, ato dy parcelet e vogla që janë anë shkallave të bashkisë, me germa të shkrume në tokë, janë mjellë 120 raj viole, 28 nënor, 1912, 2012. Për besën, kështu kisha handru, me kriju i parcel, me ato në qytetit, me zbukuru qytetin. Atë kohë ishte edhe periuda kur po u krijon të lulishta të Shatërbani, edhe më dha një parcel të vogël. Unë ju paraqita një projekt ide që e meritohu. Ishte jo vetëm me nderanofile, po ishte edhe me lule tjera. Edhe ishte drejtori me dha dhe punëtor. Bëhet fjalë për të ndjerin Angel Gjamnrekaj. Po. Atëherë, me makinë, kam mjellë fillimisht rreth 40 drejtofile, aty plus disa bimë shtjera. Lullë po, për gjesturin se fillon, jo vetëm me këput, që pa kriterë, por edhe me i shkull. Edhe jam detyru çdo vit në ditën e lullëve që është 6 maj këto në Shkodër, merri mjellë 5-6 copë, 7 copë. Tranafilja, po u trajtu në mënyrë me agroteknik edhe me shërbime, ajo që lulle gjatë gjithë vitit. Po ta shikoj që nga linja, deri në vdekje, në shërmur, që është një dranofile, ose i trup dranofiles, ose i gonor me dranofile. Edhe... E dhatë dhe përgjigjen asaj pyetjes që kisha planifiku. A ka ndonjë arsye të veçantë që ju i keni kushtuar më shumë rëndësi dhe jeni përqendruar më tepër tek dranofilet? Unë kam kontribuar në gjelbrim edhe në zbukurim të qytetit. Tu fillu në opori Gjabis Parus, të biblioteka e qytetit, tek rektorati i universitetit, tek klubishta e teatrit. Atje kam mjell, në vit 2019 kam mjell 26 raj, rreth qark teatrit, dhe 7 raj që e ne ekzistojnë, edhe e jeshojnë një pjesë anësore të teatrit. Kam mjellë të Gjamia e Bubekër, 20 rajnë të ranafile. Kam dhuru miqve të Shamirëve, kam dhuru në Tiranë, kam rrit e shku edhe në Vlorë. 10 të ranafile i kam mjellë në borin e bibliotekës Shevqet Musaraj, me drejtorin i asaj kohë, Shlerim Hoxhën. Zotni Adnan, ju për shumë vite jeni marrë dhe me kultivimin e krijimit të mafshit. Çfarë keni arritë në këtë drejtim dhe për sa kohë e vazhdut këtë angazhim? Kjo jeta e jeme shumë e trazume, po dhe që më ka zhvillu shumë. Sidomos intelektualisht, edhe më ka bot njoftën se që i deklasu, unë ishe i programum, me ka një njeri ordiner, pa larkë shoqënisë, kurse ajo punë atje, unë i kërkova kryesisë Këshillit të rrethit, i kërkova sistemim në punë, për arsye edhe shtetësore, edhe sigjeri që ishte në arsim naltë. Ka pëmbrit me marrë me korespondencë në atë periudën se që një shtek i jashtëzakonshëm për mua, unë e shfrytëzova periudhën e prishjes me Bashkimin Sovjetik, unë i qova
letrat direkt atje në universitet edhe më patën pranu fill, edhe me korrespondencë kam pas marrë fakultetin ekonomik edhe ishe specialist në fushën ekonomist kontabil. Edhe mi kërkoshe punë. Ata nuk më dhanë, vazhdoshin mos më dhanë punë në gjanadin që kishe, edhe më qonë me punu aty ku rritë të krymim në ashtit punëtar. Dhe unë, fillimisht, vetëm shifshe edhe zbatoshe ato urnat që jepshin në punë. Por e shifshe se nuk kishte marsi, kishte të metat më dha. Ai gjoja ishte organizim shkencor, por në realitet ishte primitiv. Nuk ishte i programuar që duhet, edhe atë rritjen e krimit në arsit e batizote kryesisht në shfrytëzimin e manave të egjër, ose të manave që i prodhoshin kokra, dhe pak i dha vlerë dhe zhvillim manave me cilësi të ardhen nga jashtë. Edhe unë thash, kësaj punë veç duhet me hi me temel, se nërshë nuk bëhet, me fjalë nuk bëhet. Atëherë, filloha vuhet me spiritu në vërën tënë, falë këti e vorët. Dhe filluat kultivimin e krimit këtu, në ambientin e oborit banestor. Po edhe në shtëpi e kam kultivu, po kryesisht për me kriju bazën ushqimore, se baza ushqimore ishte e dobë. Në fushë, gjanë, s'kishe mundësi, se s'kishte asë një roje, s'ishte ambientet të rëthume, vetëm në shtëpi thoshe mund të bëjt diçka dhe, fillova kryesisht më marrë me prodhimin e fidaneve. Kishte uri për fidane, dhe unë të bazohen një metodë të vjetër që u përdorte kryesisht në hardhije, që unë kam punu edhe në ferm, një periudhë 5 vjeçare, në vneshat e Rushit. Tu eksperimentu këtu, më rrita që nga një rajnë, tu ja ullë 2 dega në tokë, me prodhu 20 fidana, mërëna standardit, mërëna një vitit. Ishte, që të është një fabrike vogël. Unë nuk mund që me ekspozu, sepse u kështë trashtate, u do të s'kishte teknologji që u mërte me këtë punë. Atëherë, hartova teknologjin e rritit dhe shfrytëzimit të manit për ushqimin e krimit nashit. Fillimisht hartova teknologjin e rritjes së fidanave nëpërmjet kësaj metode, është një shkrim me i telegrafu 25 faqesh më duket. Dhe në fund, thash prap a heret s'mund del në fushë, s'mund del në treg. Edhe thash, me qenë që me parcelat që kishte një larmi varietetesh të ndryshme, me prodhime, me kokrash, me gjethet vogla, tërli llojesh, unë thash duhet me kriju një tip të veçantë. Edhe atëherë një bazën edhe legjimeve, mendova me ba një përmirësim edhe në këtë aspekt, me kriju një individ që ka gjethet më dha. Atëherë, përzjodha 3 varietete, edhe bënën një shatik të 3 fish këto. Edhe më dhe rezultat. Arrita me miratu jetem shkencore, 5 vjeçare, nga Instituti i Pemëve Frutore. Unë edhe me përkrahin, sidomos të ish drejtorit të zotit Nikës.
Unë kryova një parcel rreth 2 dynimshe dhe aty fillova aktivitetin tim. Arritin vitin e tretë, që me thonë, bani bum zhvillimi. Në Shkodër, keni djeni vazhdon të kultivohet krimi i mafshit? Dy janë bazat, në Lezhë 1 edhe në Mjet 2. Mirë po, u bën tentativa për mirë, po janë rritje tepër të vogla. Kurse ajo puna eme i shërben në rritjes masive, kërkon sipërfaqe toke, kërkon firma të fuqishme me prodhu shumë. Përveç se kultivimit të luleve, kujdesit ndaj kopshtarisë, ju merreni edhe me dokumentimin e historisë të jetës e veprës së babës tuaj të Nerit Shefqet Muka, i vlerësuar me titullin mësues i popullit për kontributin që i ka dhënë në fushën e arsimit, si dhe për veprimtarinë e tij adhetare. Vazhdoni të kulumtoni sërish. Për çfarë bëhet fjalë? Unë babën e konsideroj si një nxënës të rilinasve dhe veprin e tij e vlerësoj si vazhdimsi i punës tyne. Që në rini, ai ka bë pjesë një grupe që kanë punu për lirinë e adhut nga pushtimi turk. Ka shkru me dorë të vetë dhe ka shpërnda abetare të gjuhës shqipe. Dhe është marrë me veprimtari adhetare. Për fjalla. 1918 është një prej iniciatorëve për me bashku shoqënin Mustafa Pasha me pjesëmarrës të besimit musliman, me shoqënin Mustafa Pasha të besimit katolik. Dhe u arrit kjo punë, ishte një fitore e madhe, sepse baza e propagandës të anëvitëve të jashtëm tonë ka qenë përçamja. Në 1919, kur në Paris ishte mbledh konferenca e paqe, që po i jepte fund luftës së parë botërore, dhe Shqipëria ishte në rrezik coptimit, dhe Komiteti i Mbrojtje Kombëtare e Kosovës, që ka pas bazën në Shkodër, ai jo vetëm që ka punu për Kosovën, ai ka punu për gjithë Shqipërinë. Dhe baba ka qenë antar aktiv i kësaj organizate, por i mshehu, sepse me ligj ka qenë arsimtar, ka pas në lumë më marrë për të politike. Dhe në të periudhë kishte 2 pika nevralgjike Shqipërinë, Shkodra dhe Vlora. Dhe baba në këtë periudhë, që këtë do të jetë epicentra e kësaj i këtij shkrimi, ka lënë arsimin. Ka pas një rrokë që mësues i parë 12 pronarë mund. Ka lënë jetën e qetë dhe ka nisë një jetë trazume, ka shku në Vlorë, nëpërmjet Italisë, dhe aty ka shku ndihma financiare. Ai shkon në Vlorë në periudhën kur duhesh nxit revolta kundër pushtimit italian të saj. U zbulu atje dhe në anor të 1919, atë në mënyrë që befasishme, larg opinionit, e kanë arrestu, edhe e kanë mbajtur të burgosën për 2 muaj. Dhe e kanë internuar edhe në pagjisht, në një ishuj të Italisë. Baba, sidomos në fushën e arsimit, ka bën shumë. Në themelimin e shkollës Sparrus, jashtë vitit 1913, në krijimin e hapjen e gjimnazit shtetit, është frymëzuesi dhe organizatori i hapjes gjimnazit shtetit. Përveç kësaj, në vitin 1944, u kriju Bestidja e Shkodrës, është një nga organizatorët e Bestidjes së Shkodrës, ku aderuan 3 grupe rrymë mashtërshme politike, që kishin
që objektiv në premjen dhe mos lanin më zhvillu të vllavoraqeve dhe mbrojtjen nga intervenim që po ndvite nga Mali Zgje e Serbia. Dhe baba ka ndaj e aratisën 2 vjetë dhe ka vujt burgim komunist. Në botimin Shkodrani, monografia që ju i keni kushtu babës tuaj, përfshihen edhe letrat e burgut që ju ka dërgu babaj në kohën kur ka qenë burg familjes. Pse mendoni se ka qenë e rëndësishme botimi këtyre letrave? Çfarë mesazhi përcjellin ato? A thotë vetëm që kanë proza poetike, por unë po mendoj vetëm 2 pjesë të vogla të letrave të tija. Ai ka shkru, duhet me njek ditunin, me mësu, dhe sa të larkë qofte, duhet shko me i marrë edhe me përvesu. Dhe një anë tjetër, po prap, nga letrat e i burgut, thot sa më të pregaditën, sa më të ditën që t'jemi, e të brumosën që t'jemi, ashtë më i begat e më i fort buhat të dhëllë. Pse mendoni ju se është e rëndësishme dokumentimi dhe publikimi i historive të tilla si kjo e babait tuaj? Është dobi të njohë historisë dhe unë mendoj se është një shembull i veçantë ku brezët mund të mësojnë se si punohet, se si duhet të dhëllë.